Ashtu si shpritej, gara për kreun e Partisë Demokratike do t'jetë pa garë, pasi procesi do të zhvillohet dhe finalizohet me rikonfirmimin e Sali Berishës në krye të partisë. Sa për ta legjitimuar këtë proces, përballë tij do t'jetë mjekja Meremes Sela. Edhe kjo për momentin është me pikpyetje, pasi nuk dihet nëse i plotson apo jo kriteret e vendosura enkas nga lidershipi demokrat. Ashtu sikurse kishin paralajmëruar më herët, Ervin Saliani, Evi Kokalari dhe Alesia Balliu dorëzuan sot pak përpara skadimit të afatit, kandidaturat e tyre shoqëruar me dokumentacionin përkatës. Mirë po nuk pati asnjë surprizë në këtë drejtim, pasi me urdhër të Sali Berishës, Flamur Noka i përjashtoi që të tre. Por Ervin Saliani në deklaratën për mediat nga Selia Blu, Noka çfarë nuk tha, nga periudha që bëri burg politik me urdhër të Edi Ramës, tashmë në ushtar të këtij të fundit. Megjithatë, pavarësisht se Sali Berisha nuk e lejon të bëhet pjesë e procesit, e të garojë përballë tij, Ervin Saliani ka shpallur publikisht kandidaturën për kryedemokrat. Ai prezantoi sot platformën me 10 pika për reformimin e partisë. Sipas Salianit, Partia Demokratike duhet të rikthehet te vlerat themeluese, të modernizohet dhe të shndërrohet në një forcë politike fituese, e aftë të sjellë rotacion politik dhe të mund Partinë Socialiste në zgjedhjet e ardhshme. Ai thekson se partia duhet hapet, forcojë përfaqësimin dhe të bëhet parti masash dhe jo individësh. Një pjesë e rëndësishme e platformës lidhet me reformimin e brendshëm të PD-s. Saliani propozon zgjedhje të kryetarit me parimin një antar një vot, kufizim mandatesh si edhe përgjegjësi direkte të kryetarit për rezultatet zgjedhore, duke përfshirë edhe largimin automatik në rast humbje si kryeministër kandidat. Ai kërkon gjithashtu hapje të plotë të listave zgjedhore me kuota për gratë 40%, të rinj 30% dhe diasporën 10%. Në fokus të platformës së tij është decentralizimi i partisë, duke i dhënë më shumë autonomi financiare dhe vendimarrëse degëve lokale, si edhe vendosja e meritokracisë si parim bazë për strukturat drejtuese. Në planin politik dhe ideologjik, PD sipas Saliani duhet forcojë identitetin e djathtë, duke mbrojtur pronën private, ekonominë e tregut dhe rolin e kufizuar të shtetit, si edhe duke vendosur familjen në qendër të politikave sociale. Integrimi evropian dhe partneriteti me SBA mbeten sipas tij prioritete strategjike të padiskutueshme. Ndër pikat që theksohen po ashtu në platformën e tij janë forcimi i forumit rinor dhe forumit të gruas në vendimmarrje, modernizimi i komunikimit politik dhe kalim nga parti proteste në parti qeverisëse, bashkimi i opozitës si kusht për rotacion politik, edhe mbështetje fort për SPAK-un dhe shtetin e së drejtës. Pas përjashtimit edhe kandidatja tjetër Alesia Balliu reagoi ashpër. Ajo akuzoi Berishën për mungesë transparence dhe shmangje nga gara, duke e cilësuar procesin jo të ndershëm. Megjithatë, ajo i bëri të qartë publikisht Berishës se ky i fundit sipas saj nuk do ta gëzojë më Partinë Demokratike. Kreu i ri i Partisë Demokratike do të zgjidhet më datë 23 maj, ndërsa procesi po zhvillohet mes tensionesh e kontestimesh të forta brenda Selis Blu. Në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar u zhvillua sot seanca gjyqësore në kuadër të dosjes së njohur Partizani, ku dëshmoi në cilësinë e kallëzuesit Auland Balla. Seanca nisi me praninë e mediave, por më pas u zhvillua me dyert të mbyllura, ndërsa e Marr Maltezi kërkoi transparencë. Gjatë dëshmisë Balla theksoi se kallëzimi ndaj çështjes nuk ishte vendim politik i grupit parlamentar, por një veprim personal si qytetar dhe deputet. Ai deklaroi se prej vitit 2012 kishte ngritur dyshime mbi privatizimin e kompleksit Partizani, duke e cilësuar procesin si të kryer në kohë rekord dhe në kundërshtim me interesin publik. Debati në sallë u tensionua gjatë pyetjeve të Maltezit, i cili kërkoi sqarime mbi mënyrën se si Balla kishte siguruar dokumentet, përfshirë të dhëna personale. Balla u përgjigj se një pjesë e tyre janë marrë zyrtarisht nga institucionet, ndërsa të tjera nga denoncime qytetarësh. Në përballjen direkte, Balla këmbguli se bëhet fjalë për një aferë korruptive, duke pretenduar se prona shtetërore është privatizuar në mënyrë të palishme dhe brenda një periudhe shumë të shkurtër. Nga ana tjetër, Maltezi kundërshtoi këto pretendime dhe akuzoi dëshmitarin për pasaktësi në deklarime. Seanca u shoqërua edhe me përplasje verbale, ku gjykata ndërhyri për të ruajtur etikën edhe për të ndalur fyerjet mes palëve. Pas përfundimit të seancës për mediat, Auland Balla deklaroi se i qëndron kallëzimit të tij për këtë çështje, ndërsa shpreson të thirret edhe për 21 janarin, ndërsa ja Marr Maltezi dhëndri Berishës në cilësinë e pandeurit në çështjen Partizani. Pas seancës së sotme, pretendoi se dëshmia e Auland Ballës përpara trupit gjykues ishte mashtrim nga fillimi në fund, ashtu sikurse edhe kallëzimi që kishte bërë në krye të herës në SPAK. Ai theksoi se do të përsëriste kallëzimin penal ndaj Ballës dhe kryeministrit Rama. Ai e cilësoi procesin të stisur dhe politik, madje akuzoi Ballën se kishte deklaruar para kallëzimit në parti se nuk e treste dhe u pa futur Berishën në burg. Po ashtu Maltezi akuzoi Ballën edhe për përdorim të palishëm të dhënave personale. Procesi gjyqësor për dosjen Partizani do të vijojë me të tjera dëshmi, ku një e tillë do t'i merret edhe kryeministrit Edi Rama.
Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha po merr pjesë në punimet e forumit të IDU-s në Zagreb. Në fjalën e tij, kryedemokrati deklaroi se procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian duhet të jetë tërësisht i bazuar në merit dhe se sipas tij aktualisht po pengohet nga faktorë të brendshëm dhe rajonal. Ai falenderoi organizatorët dhe theksoi se mbështetja e shqiptarëve për BE-n dhe NATO-n mbetet shumë e lartë, por procesi i integrimit është bërë i pasigurt dhe po zvarritet. Sipas Berishës, integrimi nënkupton më shumë të drejta, liri, shtet ligjor, prosperitet dhe siguri për qytetarët. Ai ngriti si pengesa kryesore atë që quajtja autokracisë zgjedhore, ndikimin e krimit të organizuar dhe probleme në ekonomi, duke përmendur zhvlerësimin e monedhës dhe ndikimin në eksportet dhe koston e jetesës. Ai kritikoi disa iniciativa rajonale, të cilat sipas tij devijojnë nga procesi i integrimit evropian. Berisha theksoi se zgjedhjet e lira dhe rotacioni politik janë thelbësor për demokracinë, duke argumentuar se çdo ndërhyrje në këtë proces e dëmton të ardhmen në vendet. Ai përfundoi se Shqipëria duhet të rikthejë standarde demokratike për të avancuar drejt Bashkimit Evropian. Liria e shtypit në botë ka rënë në nivelin më të ulët të 25 viteve të fundit, ndërsa Shqipëria vazhdon rënien e lirë. Reporterët pa kufi kanë publikuar raportin e fundit, me tregues alarmant për të kurrjen e hapësirës së gazetarisë së lirë dhe dobësimin e demokracisë. Kjo rënje nuk shihet si rastësi, por si rezultati një kontrolli gjithnjë më të sofistikuar mbi informacionin, ku ndikimi mbi pronarët e mediave, financimet dhe reklamat zëvendëson censurën e hapur. Në këtë realitet, e vërteta nuk ndalohet drejt për drejt, por deformohet gradualisht përmes filtrimit të lajmeve dhe vetë censurës së gazetarëve. Edhe pse informacioni është më i bollshëm se kurrë për shkak të rrjeteve sociale dhe mediave digjitale, kjo nuk ka sjellë më shumë liri, por shpesh një kaos mes propagandës dhe faktit. Shqipëria paraqitet si pasqyrë e këtij fenomeni, pavarësisht pluralizmit formal mediatik. Një pjesë e mediave mbetet e nga interesa ekonomike dhe politike, duke kufizuar pavarësinë editoriale dhe gazetarinë investigative. Mekanizmat e ndikimit janë të tërthorta, si shpërndarja selektive e reklamave shtetërore dhe presionet mbi gazetarët kritik. Në këtë kontekst theksohet se ekzistenca e mediave nuk nënkupton automatikisht liri të shtypit. Rënja e saj shihet si një krizë thellë demokratike, pasi dobësimi i medias forcon pushtetin, rrit korrupsionin dhe zvoglon aftësinë e qytetarëve për të marrë vendime të informuara. Në këtë raport, Shqipëria ka zbritur me 3 vende, duke u renditur në vendin e 83. Teksa sot raporti i reporterëve pa kufi për lirinë e medias nxinte Shqipërinë, kryeministri Edi Rama del në mbrojtje të Agjencisë për Media dhe Informim, duke e cilësuar si një strukturë të vlerësuar pozitivisht në raportet ndërkombëtare, përfshirë Sigma, OECD. Në një reagim në rrjetin social X, ai thekson se agjencia është sulmuar padrejtësisht dhe se kritikat ndaj saj nuk bazohen në fakte. Sipas Ramës, raporti i Sigma OECD paraqet një vlerësim pozitiv për funksionimin e MIAS si një institucion në shërbim të mediave dhe publikut, duke i dhënë përgjigje sipas tij debatit kritik rreth rolit të saj në komunikimin qeveritar. Edhe këtë herë jemi përballë formulës kur e vërteta nxin, propaganda zbardh. Ministri i Financave Petrit Malaj prezantoi sot ecurinë e të ardhurave dhe përmirësimet në administrimin fiskal gjatë tremujorit të parë të vitit, duke theksuar një performancë më të qëndrueshme të sistemit tatimor. Ai u ndal edhe te shqetësimet e biznesit për rritjen e kostove, veçanërisht si pasojë të çmimeve të karburanteve, si edhe kërkesat për lehtësira fiskale apo subvencione. Sipas tij, aktualisht po zhvillohen diskutime mes shoqatave të transportuesve dhe institucioneve përkatëse për të shqyrtuar mundësitë e ndërhyrjeve. Malaj theksoi se çdo mas do të vlerësohet rast pas rasti, duke u bazuar edhe në rekomandimet e institucioneve ndërkombëtare si FMN dhe Banka Botërore. Ai nënvizoi se prioriteti i qeverisë mbeten shtresat vulnerabël dhe qytetarët në nevojë përpara se të merren masa për sektor specifik të ekonomisë. Sipas ministrit, mbështetja e mëtejshme për biznesin do të vijë vetëm pasi të garantohet ndihma për kategoritë më të ekspozuara ekonomikisht. Prokuroria e Tiranës ka mbyllur hetimet dhe ka kërkuar dërgimin për gjykim të 6 personave, mes tyre mjek dhe zyrtar të lidhur me shërbimin onkologjik në QSUT. Të pandehur janë Brikena Qyrjazi, Elketa Pere, Emiliano Lela, Drilona Kishta, Halil Gashi dhe Florian Marku. Më herët SPAK shpalli mos kompetencë për pjesën kryesore të çështjes, duke veçuar vetëm hetimin ndaj mjekut Edmond Gashi për korrupsion dhe duke ja kaluar dosjen prokurorisë së Tiranës. Sipas hetimeve, pacient me sëmundje tumorale dyshohet se nuk merrnin trajtim të plotë në spitalin publik, por orientoheshin drejt klinikave private kundrejt pagesave të larta për shërbime që duhet të ishin falas. Po ashtu në dosje përmendet instalimi i një aparature për kobalt terapi në kushte jo standarde sigurie, e cila ndodhet prej vitit 2021, por nuk është vënë në funksion. Akuzat e ngritura përfshin shpërdorim detyre fshehje të ardhurash dhe tregtim të mallrave kontraband, ndërsa hetimet lidhen edhe me përfitime të dyshuara financiare nga orientimi i pacientëve drejt sektorit privat. Gjykata e Tiranës pritet të vendosë nëse çështja do të kalojë ose jo për gjykim, ndërsa hetimet për persona të tjerë në kuadër të dosjes Kobalti vijojnë ende.
Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita ka zbarkuar sot në Korçë dhe Elbasan, ku ka zhvilluar takime me drejtues vendor, shefa komisariatesh dhe përgjegjës sektorësh ku analizuan problematikat kryesore të rendit dhe sigurisë në vend. Në fokus të takimeve ishte përcaktimi i prioriteteve të punës për strukturat policore në këto qarqe. Hita kërkoi intensifikimin e goditjeve ndaj kultivimit dhe shpërndarjes të lëndëve narkotike, si edhe identifikimin dhe ndjekjen e personave të përfshirë në grupe kriminale. Një tjetër prioritet i theksuar ishte lufta ndaj armbajtjes pa leje përmes shtimit të kontrolleve të shpeshta dhe të detajuara në terren. Po ashtu u kërkuar rritja e masave të sigurisë në institucionet arsimore me qëllim garantimin e rendit dhe mbrojtjes së qytetarëve. Një nga personat e shpallur në kërkim për vrasjen e çiftit Mujeci, Besnik Kolndreu, ka reaguar publikisht duke mohuar çdo lidhje me ngjarjen në Balltren. Ai u shpreh se lajmin për krimin e ka mësuar nga mediat, ndërsa pretendon se në momentin e atentatit ndodhej rrugës për në Maltëzi, ku jeton dhe punon prej disa vitesh me familjen e tij. Kolndreu pranoi se në banesën e tij është gjetur një nga automjetet e dyshuara të përdorura në krim, por tha se personat e përfshirë kanë hyrë në ambient pa dijenin e tij. Ai theksoi se përfshirja e emrit të tij në këtë çështje po i dëmton rëndjetën personale dhe profesionale, duke ngritur shqetësimin se mund të përballet edhe me pasoja të rënda si konflikte apo gjakmarrje. Në deklaratën e tij, 40 vjeçari i bëri thirrje institucioneve që të hetojnë çështjen me kujdes dhe profesionalizëm, duke insistuar se është i pafajshëm dhe nuk ka asnjë lidhje me krimin. Sipas të dhënave të fundit të Eurostat, Shqipëria renditet ndër 10 vendet me nivelin më të lartë të vrasjeve të qëllimshme në Europë për vitin 2024. Në vend u regjistruan 41 vrasje që përkthehen në 1.71 raste për 100.000 banor, duke pozicionuar Shqipërinë në vendin e 8. Në krye të renditjes janë vendet baltike si Lituania dhe Letonia, të ndjekura nga Turqia dhe disa vende të rajonit si Mali i Zi. Krahasuar me vitin 2023, Shqipëria ka shënuar rritje të ndjeshme të këtij treguesi, si për shkak të shtimit të numrit të vrasjeve, ashtu edhe për shkak të uljes së popullsisë sipas censusit të ri. Në nivel europian, gjatë vitit 2024 u regjistruan rreth 3953 vrasje me dashje, një rritje e lehtë krahasuar me një vit më parë, por ende më e ulët se kulmi i viteve 2015-2016. Në përgjithësi, nivelet më të larta të vrasjeve janë të përqendruara në vendet balltike dhe në disa vende të Ballkanit. Sipas analizave nga organizata ndërkombëtare si OBSH, faktorët që ndikojnë përfshijnë pabarazitë sociale, konsumimin e alkoolit, konfliktet familjare dhe ndikimin e krimit të organizuar. Ndërkohë vendet me normat më të ulta si Italia apo Zvicra karakterizohen nga institucione më të forta, zbatim më efektiv i ligjit dhe sisteme sociale më të zhvilluara që ndikon në uljen e dhunës. Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës, njëherësh kryeparlamentarja Albulena Haxhiu, dekretoi sot 7 qershorin si datën për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare pas konsultimeve me partitë politike në vend. Sipas saj, vendimi u mor duke vlerësuar afatet kushtetuese, përgatitjet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe nevojën për një pjesëmarrje sa më të gjerë të qytetarëve. Këto do të jenë zgjedhjet e treta parlamentare brenda pak më shumë se një viti, duke reflektuar krizën e thellë politike dhe institucionale për të zgjedhur presidentin brenda afatit ligjor. Ndërkohë, KQZ pritet të nisë menjëherë përgatitjet për procesin, për të cilin janë kërkuar rreth 8 milion euro. Në total, zgjedhjet e fundit dhe ato të pritshme i kanë kushtuar Kosovës mbi 31 milion euro në vetëm 16 muaj. Vendimi për zgjedhje të reja erdhi pas shpërndarjes së kuvendit si pasojë e mosarritjes së një marrëveshje politike për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit. Për këtë ka shprehur zhgënjime dhe Bashkimi Evropian. Një zëdhënës i Unionit shpreh i keqardhur që partitë në Kosovë nuk arritën të siguronin një marrëveshje për një figurë unifikuese për presidentin e vendit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po shqyrtojnë për herë të parë mundësinë e vendosjes së një sistemi raketor hipersonik në lindjen e mesme, një zhvillim që mund të ndikojë në ekuilibrat e sigurisë në rajon. Komanda qendrore amerikane ka kërkuar dislokimin e sistemit Dark Eagle me qëllim rritjen e kapacitetit për goditje në distanca të gjata ndaj objektivëve brenda territorit iranian. Kërkesa justifikohet me lëvizjen e lëshuesve iranian të raketave balistike jashtë rrezës së sistemit aktual, Precision Strike, i cili ka një rrezë veprimi mbi 300 milje. Në këtë kontekst, Dark Eagle konsiderohet si një alternativë me rrezë më të gjatë dhe me aftësi për të goditur objektiv të mbrojtur fort dhe që kërkojnë reagim të shpejtë. Ndërkohë, një mesazh i ri ka ardhur nga lidershipi i Iranit në një kontekst tensionesh të larta në Gjirin Persik dhe përplasjeje me SBA dhe Izraelin. Deklaratat e reja të lidershipit iranian shihen si një ndryshim strategjik në qasjen e Teheranit ndaj rajonit. Udhëheqja iraniane shpall një fazë të re në kontrollin e ngushticës së Hormuzit, një nyje kyçe për transportin global të naftës, duke e paraqitur si hap drejt stabilitetit, por që në fakt interpretohet si sfidë ndaj dominimit perëndimor në
sigurinë rajonale. Retorika për dështimin amerikan dhe kërkesa që siguria e Xhirit Persik të garantohet vetëm nga vendet e rajonit sinjalizon përpjekje për të përjashtuar SBA-t nga një zonë strategjike globale. Roli gjithnjë e më i madh i Gardës Revolucionare tregon një zhvendosje drejt një qasjeje më ushtarake dhe të centralizuar të vendimarrjes në Iran. Në planin ndërkombëtar Hormuzi mbetet një pikë kritike energjetike dhe çdo përshkallëzim e kthen rajonin në një potencial të rrezikshëm për një konflikt më të gjerë global. Mirpo, në vend që t'i përgjigjet këtij mesazhi të Mojtaba Khameneit, presidenti amerikan zgjedh të merret sërish me kancelarin gjerman, referuar deklaratës Friedrich Merz se Amerika po mposhtet nga Irani në negociata. Trump sulmon sërish kancelarin, duke i rekomanduar këtij të fundit të merret me problemet e vendit të tij. Kancelari i Gjermanisë duhet të shpenzojë më shumë kohë për t'i dhënë fund luftës me Rusinë apo Ukrainën, ku ai ka qenë plotësisht jo efektiv, dhe për të rregulluar vendin e tij të shkatruar, veçanërisht imigracionin dhe energjinë, dhe më pak kohë për të ndërhyrë në ata që po heqin qafe kërcënimin bërthamor të Iranit, duke e bërë kështu botën përfshirë Gjermaninë një vend më të sigurt, shkruan Donald Trump.